Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Të jesh i përkushtuar dhe adhurues ndaj Allahu xhelle xhelaluhu është privilegj dhe përzgjedhje hyjnore. Është një nder i madh që Zoti ta ka bërë. Prandaj dhe për këtë duhet falenderuar shumë Allahun dhe duhet jemi mirënjohës. Nuk është merite jona pse sot kemi ardhur në xhami. Nuk është merite jona pse ne bëjmë namaz, kryjm haxhin, apim zakatin. Është një privilegj për Allahu xhelle xhelalu, sepse Allahu përzgjedh nga robët e tij atë që don të jetë i nënshtruar dhe i përkushtuar. Siç thot Allahu xhelle xhelaluhu: Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Thuaj falënderimet i takojnë Allahut dhe selamet, shpëtimet, përshëndetjet qofshin mbi atë që e ka përzgjedhur Allahu. Pastaj thot Allahu në Kur'an: Thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. E ne këtë libër për Kur'anin u alam në trashëgimi atyre që i përzgjedhëm. Pra nëse Allahu ta ka mundsuar me bë namaz, dije që ka përzgjedhur Allah. Sepse pas kësaj don me të shpërbly shumë, don me të kursy shumë nga sfidat dhe problemet e kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër, në sipërfaqen e kësaj toke kanë jetuar njerëz të ndryshëm. Kanë jetuar mbretër të pasur, njerëz me autoritet, familjar të ndryshëm, por jo dhe të gjithëve u ka mundsuar Allahu të jenë rob të tij të përkushtuar, të nënshtruar. Madje ka dhe familjar të pejgamberëve që Zoti nuk ja ka mundsuar këtë. Allahu përshkruan detaje në Kur'an, sikur që përshkruan rastin e dy prej grave të dy profetëve. Gruaja e Nuhit alayhis salam e ka tradhu burrin e saj, nuk i ka besu. Dhe gruaja e Lutit alayhis salam e ka tradhu burrin e saj, nuk i ka besu. Por Allahu përshkruan në Kur'an surën Tahrim, nuk do t'ju bën dobi asgjë një qahi kurora që e kanë pas me këta pejgamber. Thot Allahu xhelle xhelalu: Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Allahu thot kështu: për ata që nuk besuan, Allahu u sjell shembullin e dy grave nga dy pejgamberët e përzgjedhur ton, nga dy pejgamberët e veçantë ton, të mirë. Gruaja e Nuhit dhe gruaja e Lutit, të cilat i tradhuan burrat e tyre, ka thujt Allahu mosbesimin tradhin ndaj tyre. E Allahu po thot: përkundër që ato i shërbyen burrave të tyre kohë gjatë, jetuan në shtëpitë e pejgamberëve, por nuk do t'ju bën dobi kjo. Dhe do t'ju thotë Allah, hyni me ata që do t'hyni zjarë. Pra të ndershëm vëllezër, i bie se t'jesh djalë hoxhe, haxhiu, personit me autoritet, nëse personi nuk është i përkushtuar, nuk do të bën dobi kjo para Zotit xhelle xhelalu. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra do t'jemi të kujdesshëm, sepse derisa Allahu t'ka përzgjedh, t'ka dhënë mendjen, t'ka dhënë të mirat shumta, kujdesu për vetveten tënde. Pas kësaj hyrje të ndershëm vëllezër, dua të përcjellin këtë hyrje një mesazh të shkurt. Ai është: cilat janë gjurmët e veprave tona të mira. Pra, pasi që Allahu na ka përzgjedhur të jemi rob të tij, pasi që Allahu na ka nderuar që të jemi të përkushtuar ndaj tij, e besojmë Allahun hak dhe i nënshtrohemi, cilat janë gjurmët e veprave tona të mira. Do të flas në pika shumë të shkurta për shkak temperaturave të larta. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, ta e pyesim vetveten, nga koha që kemi filluar me u fal, me kry haxhin, me agjeru, që sa vite falemi, ti pyet vetveten, që sa Ramazana agjeron, sa haxha ke kry, sa herë ke shkuar në Qabe. Cili është relacioni që ka ndryshuar mes teje dhe Zotit nga fillimi që ke filluar me praktiku fen deri më tani? Sa ke ndryshuar në raport me Zotin e Madhërisëm? A ka ndryshuar cilësia dhe sasia? Pra, të ndershëm vëllezër, një prej veçorive të adhurimit është ngritja në cilësi. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu
ngritjen e cilësi e ka quajt afërsi. Siç thot Allahu në Kur'an, "Wasjud waqtarib", bën sejdë dhe afrohu te Zoti. Që i bie se rregullohet cilësinë e namazit, afrohesh te Zoti i Madhërisht. Pra të ndershëm vëllezër, ta pyesim vetveten, kemi nevojë vazhdimisht me pyet vetveten, për një dekadë nëse marrëmi dikush që një 10 vite, falet, agjeron, ka qenë haxh, ep zekat, është burr i mirë, bën punë të mira, sa kemi ndryshuar në raport me Zotin e Madhërisht? A jemi po të njëjtit që kemi qenë apo kemi ndryshuar? Pastaj, ta pyesim vetveten, a kemi ndryshuar në raport me vetveten nga koha që ne jemi adhuruesi Zotit? A e kemi ndryshuar ato kritere dhe standarde të cilat nuk janë shumë njerëzore dhe humane? A e kemi largu dukurit fenomenit negative? Pra, gjithsesi që këtë duhet me ndodhë të ndershëm vëllezër. Nuk do duhet të ishim të njëjtë, sikur që kur kemi fillu me u falë, sikur që kemi qenë para se me u falë. Para se me fillu me adhuru Allahun, nuk ja ke vënu mendjen fjalëve tua, as lëvizjeve tua, ke fol hashamet, ke fol fjalë të ndyta, ke bë vepra ndoshta banale dhe të pafiltruara. Pasi që kemi fillu me u fale, kemi kryer edhe haxhin, e agjerojmë, ne duhet me ndryshu. Sa përqind kemi ndryshu prej kohës që ne falim namaz. Pra vëllezër, kjo xhuma le të jetë një stacion prej stacioneve të jetës. Nëse duam që ta ngrisim cilësinë, kështu do duhej me u marrë me vetveten. Pra, çfarë gjurmë kanë lënë ibadetet, adhurimet tek personaliteti ynë që nga koha që kemi fillu me adhuru Allah. Pastaj, sa kemi ndryshu ne, sa kanë lënë gjurmë adhurimet në raport me tjerë. Sa kemi ndryshu cilësie ne në raport me qasjen ndaj të tjerëve. Të tjerë janë prind në radhë parë, pastaj janë fëmija, pastaj është gruaja, pastaj për gruan është burri, pastaj janë anëtarët e familjes, gjërë, pastaj janë fëmijët, shoqëria. Sa kemi ndryshu ne, prej që kemi fillu me u falë, në cilësi në raport me të tjerë. Apo jemi po të njëjtit që 20 vite, 30 që falmi, agjerojmë, kemi kryer haxhin apo umrën, hapmi zekat dhe jemi të njëjtë. Madje ndoshta shpeshherë dikush të bezdiset prej neve. Zoti mos e dhash këtë. Me u bezdis dikush me uni keq nga një namazli, nga një haxhi, nga një agjerues e kështu me radhë. E pse kjo mund të ndodhë të ndershëm vëllezër? Mund të ndodhë si mungesë e kësaj këshille që ne sot po lansojmë, që personi nuk e korrigjon vetveten. Nuk merret me vetveten me pa sa po lën gjurmë ibadetet, adhurimet në karakterin tonë. Thamë, në raport me vetveten dhe në raport me të tjerë. Dhe krejt ky epilog të ndershëm vëllezër ndodh në saje të dy kriterëve nëse plotësohen. Nëse plotësohen pra kriteret e adhurimeve në cilësi dhe në sasi. Pra që i bie praktikisht, shikoje namazin tënë. A e kin rregull namazin? Cilësia namazit çysh është? Cilësia e haxhit çysh ka qenë? Cilësia e agjerimit, cilësia e qasjes me të tjerë. Nëse ke rregulluar cilësinë, bashkë me cilësinë rregullohet edhe standardi dhe përmirësimi. Dhe e dyta, rregullohet sasinë. Është i njëjti adhurim prej që ke fillu me u falë, me agjeru i njëjti, hiske ndryshu, apo duhet me ndryshu sasinë. Gjithsesi që është mirë të ndryshohet edhe sasia. Këtu du të t'i referohem për të mbyllë këtë hutbë, rasti që është i mirë njohur të gjithë ju, mirë po kemi nevojë t'i përkujtojmë këta shembuj. Është rasti për një prej shërbëtorëve që i ka shërby pejgamberit alayhis për një kohë gjatë, për një djalosh të ri, Rabia bin Kab el-Aslami, ka qenë një djalosh i varfër prej muhaxherëve, i cili një kohë të gjatë e ka përgatitur një pyetje m'ia bë pejgamberit alayhis salam, ose thonë më mirë, e ka prit mundësinë me porosit pejgamberin alayhis salam mu lut për te. Edhe një ditë prej ditëve po thotë, derisa unë i shërbeja, pra i ndihmoja me marrë avdes pejgamberit alayhis salam, sikur e lexoj mimikën time pejgamberit alayhis salam dhe po më thotë, selni paraqitë kërkesën tënde. Fol, çka po ki qef ti unë me u lut për ty, po i thot pejgamberi alayhis salam këtij hizmeçarit shërptorit. Vëllazër, ky është një përjetim emocionesh, por dhe është projekt jete. Projekt jetë, njëherë një jetë të ka dhënë mundësia, pyet e vetveten, me të pas pyet ty, me ta pas dhënë mundësinë pejgamberit sa me thonë, çka po ki qef, cila dëshira jote me ta plotësu. E tash ky thot, oj dërguari i Allahut,
e kam vish një kërkesë. Unë po mundona kuptimin me thonë. I ka thonë vish një kërkesë e kam, po e du shoqërimin të në xhenet. Por kundra që ka qenë gjelash i ri pa martu, ka qenë i varfër. Ka pas për plot projekte, a mu këtu ka një mundësi. Kur ja ka dhënë këtë pyetje, këtë kërkesë, pyetsi, pejgamberi sa mi ka thonë, e vë gajre dhalik. A kina i kërkesë tjetër jashtë kësaj? Këtë ka thënë që kjo është. Po e realizoha që të po hina në xhenet, tani këtë pas kësaj vinë. Edhe martesa vjen, edhe pasuria vjen, edhe kjo vjen, edhe kjo vjen. Pra të ndershëm vëllezër, burrat e mëdhaj, kështu janë edukun me dresën e pejgamberit alayhis. Unë kam parasysh që na kish dhënë neve sot mundësia në çit kohë me paraqit këtë kërkesë para pejgamberit alayhis salam, sigurisht që përqindje e madhe kish dalë me kërkesat kohës që i kemi. Por gjithsesi këto janë të lejuara. Për atë arsye ka thënë pejgamberi sa mos i helbetën ai kërkesë për martesa, për shtëpia diçka. Ka thonë ja Resulullah, veç mundësa ma që unë të shoqëroj ty në xhenet. Prandaj të ndershëm vëllezër, rregullimi edhe i sasisë është shumë e rëndësishme. I ka thonë pra të porosis të bëjsh sejdë sa më shumë. Që i vjen, bën namaz sa më shumë, atëherë ma jep mundësinë që unë ditën e gjykimit të bëj shefat për ty. I bie vëllezër, këtu nxirret mesazhi që kërkesat tona që i kemi t'i japim prioritet atyre që janë me rëndësi. Një, dhe e dyta ta rregullojmë atë që na afron te Zoti i Madhreshëm. Pra të ndershëm vëllezër, kjo ishte shkolla që i ka edukuar pejgamberi alayhis salam shokët e tij, për atë arsye i ka lënë gjurmë në jetën e tyre dhe ne u shkojmë mrapa gjurmëve të tyre. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në pjesën e dytë të kësaj hutbe e kam një kërkesë dhe një apel. Gjithsesi që ka të bëjë para me njoftimin, do të vazhdojmë me kursin veror prej ditës së hanë, në 2 javë radhazi, për një grup mosh nga 13 vite deri në 18 vite, pra kemi përfunduar një kurs këtë javë, për 3 javë radhazi, për të vegjël, do të vazhdojmë për me të rritur për javës së ardhshme, kështu që kërkoj kujdesin tuaj si prind. Ne këtu në xhami i kemi hapë dyert e mësim besimit, që nga fillimi i këtij muaji do të shoqërohemi inshallah edhe këtë muaj që vije, me qëllim që fëmijët tuaj ta shfrytëzojnë pushimin, jo tër pushimin, sepse vetëm 4 ditë mësojnë, 3 ditë kanë pushim, por të paktën në pushimin veror në të marrin diçka dhe të përfitojnë. Kështu që kjo është kërkesa jonë, që t'i njoftoni fëmijët tuaj nga mosha 13 deri në moshën 18 vjeçare, do të jetë kursi për 2 javë radhazi. Dhe njëkohësisht apeli është të ndershëm vëllezër, duke qenë se sot keni ardhur me fal namazin e xumas, ndoshta dikush vjen me vonesë dhe është i pakujdesshëm ku e lën veturën e tij. Dhe i kemi këtu 2 objekte të rëndësishme që duhet jemi të kujdesshëm. E kemi kompaninë e pastrimit Zahiri, poshtë atje krejt të hyrja, që shpeshherë pengohen në kryerjen e punëve të tyre, sepse dikush nga xhamati vjen me vonesë dhe ja lën para zyres ose ja bllokon rrugën. Dhe ata kanë bë apel tek ne që unë ta përcjellin hutbe këtë apel, të jeni të kujdesshëm ku po i lëni veturat. Gjithashtu fqinjet tanë që e kemi këtu, pra shtyp shkronjen, grafikun këtë që e kemi afër, mos ja bllokoni rrugën, sepse ata kanë kohë pune, çarkullojnë, ju keni ardhur me fal xhuman, por mos bëni pengesë që dikush, pra ndoshta zotëruna me bën ai lutje kundër dikujt që ka hyrë në xhami. Pra të jemi të kujdesshëm, të edukohemi, këtë këshill të kësaj hutbe, pra të lamë në gjurmë në jetën tonë me veprat tona, ta e kemi praktike. Ti nëse je vënu, je vetëm një person, po nëse ti e lën veturën keq, i bllokon 1500 vetë. E llogarita çfarë gjunohi merr. Pra nuk të ka hak askush pse ti ardh me vonesë, veturën mundesh me lënë më larg, ose le në një vend të duhur që nuk e pengon dikon tjetër. Pra të ndershëm vëllezër, gjithsesi dita e xumë ligjërata është këshill javore që kemi nevojë edhe më të plotësohemi, askush nuk do duhet të njihet i ulur, inferior ose i fyer kur ne përcjellim mesazhe, sepse qëllimi jonë është të jemi shembull, pra si namazli, si praktikues të fesë, e gjithsesi të ndershëm vëllezër, këshillat janë pjesë e plotësimit tonë. Lutim Allahun xhelel xhelalu që të na permision, të na fal, të na shëron, ti të kalon vështirësitë tona, ti shëron të smurit tanë, e lut Allahun që ti shëron të gjithë ata të cilët kanë kërkuar nga ne, që sot lutemi për ta, të cilët janë me vujtje, janë në spital, janë për gjendje jo të mirë shëndetësore, e lutim Allahun që ti shëron, ata që kanë halla, Allahu t'ja të kalon dhe ti fal të gjithë të vdekurit tanë.